në kuvend ka ndodhur një incident i tillë ku deputeti Agron Sheaj shkon në sekretari dhe rrëmben marrëveshjen që do miratohen në parlament mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë sa i përket një kredie prej $302 milion gjë e cila u miratua me urgjencë në aspektin e investimeve ushtarake. Ju si e keni parë këtë gjë që pra e pam të gjithë në kuvend pra? Po shikoni, ka dy faza për analize kjo çështje. Çështja e parë është që marrëveshja është një marrëveshje e shtetit shqiptar me shtetin amerikan. Është një marrëveshje huaje për të ndërtuar, për të marrë hua për çështje ushtarake. Është me sa di unë diku rreth 5% përqindja e huas dhe deri këtu hym në një lloj normaliteti shtetëror. Shtetet e ndryshme bëjnë marrëveshje me aleatët e tyre gjithmonë në çdo rast dhe nuk është e çuditshme. Ajo që pastaj e bën të çuditshme marrëveshjen është mënyra se si po e përdor pushteti për të legjitimuar veten këtë marrëveshje dhe në të njëjtën kohë sjellja jashtëzakonisht jo serioze dhe jo e dinjitetshme e atyre që e quajnë veten opozit ose që përpiqen që të jenë opozita, që në një çdo vend kemi pushtetin që përpiqet me çdo mënyrë që një marrëveshje normale e cila do të shtrihet ndër vite, $300 milion që nuk është një shumë e madhe që ju jepet atyre dhe me cilën ata mund të bëjnë gjithçka e të tjerë. Pra kemi një qeveri jo serioze që paraqit gjendjen në mënyrë jo serioze dhe paraqit këtë çështje pra në mënyrë jo serioze dhe sillet si pronar i vendit. Nga ana tjetër kemi një opozit që kryen veprime jo të hishme, jo serioze për një opozit, duke bërë gjëra që janë qesharake në çdo parlament të botës, për të krijuar idenë se po bëhet opozit me një çështje e cila nuk është nuk ka mosdakordsi edhe midis palëve, është një çështje e cila i le të gjithë dakord, asnjëri nuk e ka guximin edhe nëse mendojnë që nuk duhet bërë këtë marrëveshje ta ngrej dorën. Por nuk ka transparencë. Po çështja e transparencës është edhe ajo një çështje që do trajtuar me kujdes. Shtetet bëjnë marrëveshje të fshehta për arsye strategjike ose për arsye të sekretit. Mirëpo në shtetin shqiptar nuk ka asnjë lloj rregulli që të mbahet ky lloj rregulli. Pra, shteti shqiptar nuk bën transparencë për asgjë dhe kjo i shtohet listës mungesës transparencës të gjitha gjërave që ka bërë edhe kjo qeveri edhe qeveritë më parshme, mënyrën se si e trajtojnë ato shtetin, trajtojnë shtetin si një objekt personal, si një çështje që i përket atyre dhe me atë ata bëjnë ç'të duan. Kështu që nuk është për të habitur që gjithë kjo histori në vend që të kishte një diskutim serioz nëse duhet transparencë, se cilat janë përfitimet e Shqipërisë, se si do të përdoren këto para që Shqipëria të përfitojë, se si për shembull mund të ishin këto para pjesë e ngritjes së një industrie të brendshme dhe jo dhënies një biznesmenit të tretë i cili nuk dihet nga vjen, ku shkon dhe si i merr këto para. Në vend që të ishte ky diskutimi, bëhet një shashk, një diskutim jo serioz, që është qesharak, dhe mbushen emisionet televizive me propagandë të një deputeti i cili sillet sikur të jetë s'po du të them në gjë tjetër, sikur të jetë një njerëz që ka dalë në shesh dhe ka dalë në pazar dhe po vjedh një domate. Pra mungesa e seriozitetit është e dukshme. Paria e Tiranës vazhdon ta përdor kontrollin që ka mbi median për të propaganduar, për të hequr vëmendjen nga çështjet e shqiptarëve dhe sigurisht mungesa e asaj që është informimi i popullsisë për atë që i popullit, për atë që janë duke bërë, pse janë duke e bërë, për cilat arsye merret kjo, pse i jepet dikujt dhe të tjera. Pra, ka mënyra që të diskutohet publikisht edhe një marrëveshje sekrete nëse ka vullnet që gjërat bëhen në mënyrë transparente.
Në këtë rast, apo përpiqet Edi Rama të afrohet më shumë me Donald Trump, me që nuk e arriti me Sazanin dhe Zvërnecin, ku situata i doli nga kontrolli? Shikoni, unë nuk mendoj se Rama ka ndonjë shans që të fitoj pikë të mëdha duke bërë këto lloj manovrash, cilat janë shumë qesharake për politikën reale ndërkombëtare. Pra, nuk është çështja apo afrohet ai me Edi Ramën apo jo, me Donald Trumpin apo jo. Çështja është që Edi Rama ju ashet këtë shqiptarëve, pra ju ashet mendësisë të cilën ne kemi përqafuar si shqiptar, e cila është një mendësi që beson në prralla jashtëzakonisht fantastike, pra e shesin këtë sikur të jetë një fitore e madhe, sikur po afrohen me njerëzit, sikur politika ndërkombëtare funksionon me të shkelur syri, se jepi 200 milion këtej, merri 300 milion andej dhe zgjidhen problemet. Në fakt, asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Çdo njeri që merret me këtë punë, çdo profesionist serioz e di që këto lloj cicmicesh mund të funksionojnë brenda Paris Tiranës për të ndarë tenderat e vjedhjes së gjakut shqiptarëve, por nuk funksionojnë në sistemin ndërkombëtar. Pra, i sjellin shumë pak përfitim në sistemin ndërkombëtar ose as pak, dhe vetëm sa e bëjnë që lojtarët e mëdhej të sistemit ndërkombëtar e shohin Shqipërinë dhe qeverinë që i përfaqëson si njerëz të cilët nuk arrin dot të jenë serioz, dhe i trajtojnë si të tillë dhe e dinë se kush janë, por shqiptarëve ai përpiqet t'u ashes me anë të propagandës së thellë, kontrollit thellë që ka në të gjitha mjetet e propagandës, përpiqet t'u ashes si fitore. Dhe si fitore shitet edhe kur bëhet problem politik, edhe kur dikush merr dhe me vrap ikën, merr marrëveshjen me vrap dhe ikën, pra bëhet pjesë e sistemit të propagandizimit të popullit, duke krijuar një zhurmë të madhe me një diçka që duhet kishte qenë shumë lehtësisht e shpjegueshme. Me këtë marrëveshje midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo krijon Edi Rama terrenin e duhur për të zhvilluar vitin e ardhshëm samitin Aleancës Atlantikut në Shqipëri dhe për ta sjellë Trumpin pra në Shqipëri, ashtu siç ndodhi në Ankara në samitin e fundit, edhe pse NATO në njoftimin e saj nuk e përmendte Tiranën si destinacionin e ardhshëm për të mbajtur samitin e NATO-s, çka ka krijuar pikpyetje në këtë rast. Dhe me këtë marrëveshje, a e ka tejkaluar Edi Rama këtë gjë? Siç e thatë dhe vet, ju e dhat vet përgjigjen. Pra, pyetja apo merret Edi Rama të fusi në xhep Donald Trumpin, që ta bëjë Donald Trumpi që të vinë në Tiranë, është një pyetje e me mendsinë e gabuar. Samiti i NATO-s do të ndodhë në Tiranë nëse merret vendim, nëse ka arsye, dhe ky vendim nuk do të merret as nga Edi Rama, as nga shteti shqiptar, se nuk pyet njëri për shtetin shqiptar. Shteti shqiptar është antar i NATO-s, antar dytësor i NATO, sepse një pjesë të mirë të informacioneve sekrete nuk i kalohet shtetit shqiptar, sepse nuk është i besueshëm. Pra, nuk është çështja që hajde tani të marrim, të fusim ndonjë mik ose ndonjë njeri që e njohim, ndonjë shokun ton, presidentit Trump, dhe ta bëjmë samitin e NATO-s në Tiranë. Mirë, po fakti që kjo është mendësia që sundon në Tiranë, që njerëzit presin gjëra të tilla, është njëri nga shqetësimet më të mëdha të kësaj periudhe, sepse njerëzit ende vazhdojnë mendojnë me mendësinë që ju shtjen në kokë Paria e Tiranës. Paria e Tiranës përpiqet që t'i bëj njerëzit të mendojnë se ata janë strumbullari i të gjithë problemeve ndërkombëtare, ndërkohë që asgjë nuk është e vërtetë nga kjo. Është e vërtetë, siç thatë ju, që NATO nuk e lajmëroi që samiti i ardhshëm do të jetë në Tiranë, pra ka shumë ujë, do të rrjedh shumë ujë deri atëherë, problemet ndërkombëtare janë shumë të thukta, fuqitë e mëdha janë duke u marrë me probleme shumë më të mëdha se sa Shqipëria, por do t'i vi radha një ditë edhe Shqipërisë, dhe kur t'i vi radha Shqipërisë, ajo që nuk thuhet, ajo që fshihet me anë të këtyre cicmicave mediatike, është pikërisht kjo, që ne jemi në një pozicion jashtëzakonisht të pavolitshëm, jemi me një shtet cilit i ka rënë kallaj, jemi me një qeveri që ka humbur legitimitetin, me një opozitë që nuk frymëzon kënd, dhe me një protestë në shesh ku populli kërkon
mënyra herë më të qarta dhe herë më të paqarta që të ndryshojë sistemi. Kjo është ajo që mund të quhet realiteti. Ky është realiteti me cilin përballemi ne. Të gjitha të tjerat pastaj që do të merremi ne me NATO, do të zgjidhim problemet ndërkombëtare, do të bëhemi strumbullari i zgjidhjeve, ato pastaj janë propagandë që vetëm të marrët mund t'i besojnë. Në këtë rast, pikpyetjet për mbajtjen e samitit të NATO-s në Shqipëri kanë të bëjnë me vetë sigurinë që mund të ofrojë Shqipëria, apo lidhen direkt me atë që po ndodh me protestat kundër korrupsionit qeveritar të kryeministrit Edi Rama? Përgjigjja e shkurtër është lidhen me mos seriozitetin e shtetit shqiptar. Askush nuk e sheh shtetin shqiptar si një aktor serioz. Ndaj dhe veprimet dhe vendimet merren në bazë të konjunkturave, pra nëse do të ketë konjunkturë që Shqipëria të jetë antari i radhës ku të ndodh takimi i pjesëtarëve të NATO-s, i antarëve të NATO-s, do të ndodh. Nëse nuk ka konjunkturë, nuk ndodh. Por Shqipëria nuk shihet si një shtet serioz, siç u thash më parë. Shteti shqiptar nuk shihet si një aktor serioz. Sjellja e shtetarëve tanë, atyre që drejtojnë shtetin dhe atyre që janë në opozitë, e bën këtë jashtëzakonisht shumë të qartë, sepse ata sillen sikur të jenë në pazar duke shitur qep dhe jo duke u marrë me çështje serioze të sistemit ndërkombëtar. Kështu që kjo është përgjigjja, sido që ta kthejmë dhe sido që ta bëjmë pyetjen, përgjigjja e vetme është kjo, që nuk na merr kush seriozisht, nuk i merr njeri këta seriozisht. Parinë e Tiranës e njohin, por merren me të sepse janë përfaqësuesit e shtetit shqiptar dhe për sa kohë që përfaqësojnë shtetin shqiptar me dikë do të merren tuajt, edhe NATO me dikë do të merret, por nuk është kjo një tregues i besueshmërisë as të qeverisë, e aq më pak të Parisë Tiranës në përgjithësi, sepse e din tuajt se kush është Paria e Tiranës dhe se çfarë shtetit kriminalizuar kanë krijuar.